Shiko, Armando Broja është, për mendimin tim, lojtar me të dhëna më të mira që ka pas në kombëtar shqiptar. Ai për shemb Broja e do kontaktin. Po ta kesh vure, edhe nëse se keni vuri me benje, shikojeni që ai moment kur niset me top. Po e lot vetën, ecës me top nuk bën asgjë. E doni kontakt. Moment që në kontakt ai del fitus. Çfarë do i kontakti që të ketë? Pa më i shpejt, mosha ka treguar me lutet atë nivele nuk e ka arrit askush. Ka dhunti shumë qarta. Edhe Rayman është lojtar i mirë. Është lojtar goli. Thonë jeton dhe pozicionohet shumë mirë kur është në pozicion sulmues ekipi. E kam njeh edhe me Sivaspori. Nuk është e lehtë me bota golën ndryshim, beso. Shumë e fortë. Është pozicional shumë i mirë për golin. Është më rezultativ se sa Broja. Për shënim golit. Kurse Broja ka dhunti tjera, domethënë duhet është lojtar që ta mon ekipin sipër. Nuk e lën ekipin kundërshtar mu ngrit lart. Është i domosdoshëm për ekipin tonë. Ne kena mangësinë ose ai nuk lën. Këto dy i veçoj.